Ardit Hila, një emër i spikator i futbollit shqiptar në një përvojë edhe në Super League, tashmë kampion në grupin A të kategorisë 2 me Bestidhin. I kënaqur? Po, me thënë drejt një përvojë se kampion kategorisë të parë kisha dalë Super League po ashtu, unë gondë vetëm kategoria 2. Jam shumë i kënaqur edhe për Bestidhin, cilët kanë kontribuar, na kanë mbështetur me gjithë anët si financiare, si dhe profesionale, më hapa nga kanë ndëjtur gjatë gjithë sezonit. Dhe jam i lumtur për qytetin e Bestlidhës që u kthyen në kategorinë e parë dhe shpresoj që ditën tjetër me ndihmën e Zotit të arrijmë Super League. Ila sezoni i parë për ju që luani në kategorinë e dytë. Sa i vështirë u është duke, duke qenë se ju ndoshta keni luajtur në nivele disi më ndryshe. Me thënë drejtën, ishte moment i vështirë i karrierës time, pas konflikteve, gjëra të mia personale që kisha me ekipin tim të Elbasanit. Por mundësia më e mirë zgjedhësh ishte Bestlidhja. Ishte shumë e vështirë në fillim, pastaj me thënë drejtën duke parë dhe ambicet e klubit, objektivat e presidentit që ishin vënë, bindën me ardhë dhe si thonë me dëruj vit edhe me shpërblim më ardhë. Ardit Hila ka spikatur edhe për gola jo pak në këtë sezon për Bestidhin. Cilin veçoni si më të mirën tuaj? Por goli para 2 javësh, nëse më duket, që shnova me të martën, ai besoj që është më i bukur. Do të jetë Ardit Hila pjesë e Bestlidhjes edhe sezoni i ardhshëm? Besoj që po. Sukses.